Unioni i Këshillave Studentor realizoi pyetësorin për ndërgjegjësimin e grave dhe vajzave për të kryer eko të gjirit. Anketës i u bashkuan student të Fakultetit të Mjekësisë dhe Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit në Tiranë. Pyetësori u shpërnda në të gjitha grup moshat, duke synuar edhe informimin e familjarëve të grave dhe vajzave për rëndësinë e vizitave mjekësore. Pjesa më e madhe e të anketuarve janë të moshës 16-25 vjeç. 65% e tyre kontrollohen rregullisht, ndërsa 13.5% vizitohen vetëm kur ndjen shqetësime. Anketa u plotësua nga 311 persona, ku mbi 60% e tyre kishin njohuri mbi rreziqet e kancerit të gjirit. Një përqindje të anketuarve u shprehën se janë njoftuar për fushata ndërgjegjësuese të tetorit të roz nga mjekët e familjeve. Pyetësori u plotësua edhe nga 5.8% e djemve dhe burrave, të cilët kuptojnë rolin në mbështetjen emocionale nëse një antar i familjes preket nga smundje. Të dhënat e përpunuara nga anketa realizuar nga Unioni i Këshillave Studentor nxjerrën në pas se pavarësisht fushatave të ndërgjegjësimit, nevoja për edukim shëndetësor dhe mbështetje psikologjike është e madhe.